أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم ما بعد Allahun e falenderojmë vetëm prej tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe që do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sot me lejen e Allahut do të mundohemi të flasim për duan, për lutjen. Kur jemi te lutja, fillimisht do të ndalemi te ajeti kuranor ku Allahu thotë وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Që do të thotë dhe kur të pyesin robërit e mi për mua, thuaj unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit, prandaj thotë më përgjigjeni ju mua dhe më besoni, kështu do të jeni të udhëzuar. Ajeti gjendet në surën El-Bekare, numër 185. Ky ajet ka zbritur për shkak të një sahabiu, i cili një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e kishte pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sa është Allahu afër e ne të lutemi Allahut me zot të ulët, apo është Allahu larg e ne të ngjitemi në kodër e të bërtasim e të lutemi Allahut. Pas kësaj pyetje ka zbritur ky ajet si përgjigje për pyetjen e këtij sahabiu, këtij shoku të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu ka thënë wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, dhe kur robërit e mi të pyesin ty për mua, thuaj un jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur më lutet. Është interesant se në vende tjera Allahu e ka përdorur shprehjen kul. Do thotë, këtu te lutja nuk e ka përdorur, nuk ka thënë kul fa inni qarib, por ka thënë direkt fa inni qarib. Që do thotë un jam afër, dhe nuk ka thënë thuaj un jam afër, për ta shkurtuar procedurën dhe me tregu se në rast të lutjes Allahun ne e kemi afër dhe se Allahu i dëgjon lutjet tona. Për shembull në Kur'an Allahu në vende tjera ka thënë yes'alunaka anir ruh kul ruhu min amri rabbi, po të pyesin ty për shpirtin, thuaj shpirti është çështje që i përket Zotit tim. Pastaj Allahu ka thënë yes'alunaka anil anfal kul al anfalu lillahi war rasul. Të pyesin ty për plaçkën e luftës, thuaj plaçka e luftës i takon Allahut dhe të dërguarit. Po ashtu Allahu në vende të tjera ka thënë, sikurse që ka thënë kur ka folur për kiametin ka thënë yes'alunaka anis sa'a kul innama ilmuha indallah. Të pyesin ty për çastin, për orën, për kiametin, thuaj kjo çështje i takon dhe këtë çështje e di vetëm se Allahu. E kështu me radhë Allahu e ka përdorur shprehjen kul, që nuk kupton se thuaj, por te ajeti që e lexuam për lutjen Allahu nuk e ka përmendur shprehjen thuaj dhe ka thonë direkt un jam afër, un jam pranë juve, vetëm duhet që të luteni, vetëm duhet që të kërkoni. Kur'ani dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na nxisin për të bërë dua. Edhe në vende tjera Allahu na ka nxitur për të bërë dua, madje Allahu nuk i do ata të cilët nuk i luten atij. Ka thënë Allahu në Kur'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dhe ka thënë Zoti juaj lutmoni që unë t'ju përgjigjem. Pastaj vazhdon ajeti dhe thotë dhe ata të cilët nga mendjemadhësia i largohen ibadetit ndaj Allahut do të hinë në xhehenem të poshtruar. Siç e shohim nga ajeti lutja, duaja konsiderohet ibadet, konsiderohet adhurim
dhe Allahu dhe pejgamberi i tij na kanë nxitur neve për të bë dua. Pejgamberi alayhis salam thot inna dua huwa al-ibada, me të vërtet duaja është ibadet. Meqense se duaja është ibadet, atë njeriu këtë duhet ta bëjë në formën më të mirë dhe duhet ta bëjë në mënyrë të rregullt. E para, duhet ta lutim Allahun me lutje dhe dua të mira edhe kur jemi në rahati, edhe kur jemi në mirëqenie. Pasi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fi ar-rahai yu'arrifka fi shiddati, njehe Allahun kur ti je në rahati, të njeh Allahun kur ti je në vështirësi. Që do të thotë të ndihmon Allahun kur je në vështirësi, nëse ti e njeh Allahun kur je në rahati. Dhe e dyta është të mos e lutim Allahun vetëm kur kemi vështirësi, kur kemi telashe, kur kemi sprovë. Pasi që kjo është mentalitet i atyre që nuk besojnë. Mentalitet më shumë i ateistëve. Ateisti për shembull kur është në aeroplan dhe ka turbulenca të mëdha, ai thot o Zot, na shpëto. Mirë po, kur të zbret në tokë, kur aeroplani të aterojë në tokë, thot unë nuk kam nevojë për Zot. Thot unë nuk besoj dhe nuk kam nevojë për krijuesin. Ne jemi besimtarë dhe ne dallojmë do të thotë nga të tjerët, pasi që neve Kur'ani na mëson se Allahu është me neve kudo që ne jemi, dhe Allahu ka thënë në Kur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dhe ai, pra Allahu, është me juve kudo që ju jeni. Kudo që ne jemi, Allahu na sheh. Kudo që ne jemi, Allahu është me neve, e di gjendjen tonë, i di punët tona, qëllimet dhe fshehësitë që ne i mbartim me vete. Allahun e kemi në mbikëqyrje dhe kujdesje. Kjo është besimi jonë dhe ne nuk duhet t'i përgjojmë të tjerë. Kur flasim për duan, një ajet kuranor për fat të keq e tregon me saktësi gjendjen e njerëzve kur luten Allahu të lartmadhëruar. Thot Allahu në Kur'an, do të më ndëgju këtë ajet me vëmendje pasi që e pasqyron, do thon gjendjen e njerëzve kur i luten Allahut. Thot Allahu: "Wa idha massa al-insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman, falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa." Thot kur njeriu në godet vështirësia, na lutet neve duke qenë i shtrin, duke qenë ulur dhe në këmbë. E kur t'ja largojmë vështirësinë, ec, do thonë sillet, sikur nuk na ka lutur asnjëherë më parë. Subhanallahu, njeri kur e godet ndonjë sprovë, fatkeqësi, telashe, musibet, i lutet Allahut në çdo gjendje. Do thonë në këmbë, duke ec, në rrugë, me veturë, në namaz, jashtë namazit, gjitha gjendjet, i lutet Allahut që t'ja largoj atë sprovë, t'ja largoj atë fatkeqësi. Mirë po, kur Allahu ja largon, çka thot Allahu në Kur'an? Thot, ec, sillet, sikur se nuk na u ka lutur asnjëherë për me ja largu atë sprovë që e kishte goditur. E kjo është natyra e njeriu. Njeriu është harrestar, njeriu haron, se vetë fjala insan në gjuhën arabe rrjedh nga folja nisjan, do të thonë nesje do thot hares. E njeriu është harrestar dhe haron dhuntit e Allahut që ja ka dhënë Allahu atij, ose të paktën shejtani ja mundson që me i haru dhuntit që Allahu ja ka dhënë njeriu. Andaj Kurani, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, to mësime islame që ne i dëgjojmë prej xhallarëve kanë ardhur për me na vetëdijsu dhe për me na përmirësu. Gjithmonë ta kemi parasysh, të lutemi Allahut kur jemi në rahati dhe në mirëqenie, dhe e dita të mos e lusim Allahun dhe të mos kërkojmë prej Allahut vetëm kur jemi në vështirësi, pasi që kjo do të ishte e padrejtë ndaj krijuesit të gjithësisë, pasi që ai na ka dhënë neve shumë të mira dhe shumë begati dhe dhunti. Sa i përket edukatës së lutjes dhe bërjes së duas, janë disa elemente që duhet ti potencojmë. Pra edukatës është me i ngrit durt kur bëjmë lutje. Tash nuk flasim për atë sa është e lejuar mas namazit apo jo, por në përgjithësi jashtë namazit duhet të ngrim durt dhe të çojmë durt kur bëjmë dua. E dyta ta fillojmë duan me falënderim në Allahun. E treta të dërgojmë salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ta lutim Allahun me emrat e tij të bukur. Të lutemi për gjëra të dobishme dhe të zakonshme, jo për gjëra që janë të pamundura dhe të pazakonta. E gjashta, të jemi serioz edhe mos bëjmë hajgare me dua. E shtata, është mirë, do të them prej edukatës, të jemi të pastërt nga xhenullëku. E teta, të jemi me abdes, edhe kjo është prej edukatës, mos del dikush me thonë që është farz apo vajib. Pastaj e nënta,
të kthehemi ka kibla. Kjo është prej edukatës dhe prej sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e 10-ta, ka edhe diçka për shtu, por na i kemi përzgjedhur këto 10 që janë më të rëndësishme, të përfundojmë duan me falënderim dhe me salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këto edhe disa elemente tjera duhet të jenë pjesë e duas. Kjo është edukata që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, sahabët e nderuar. Lutjet tona neve na pranohen gjithnjë. Lutjet e mira, por nëse nuk na jep Allahu diçka, kjo nuk do të thotë që nuk na e ka pranuar lutjen. Pasi që neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se lutjet neve na pranohen në 3 forma. E para, lutja pranohet ashtu sikur se që e lut. Allahu ta jep ato që ke kërkuar. E dyta formë e pranimit të lutjes është që Allahu ta largon një fatkeqësi, një sprov apo një diçka që ka mujt me godit në të ardhmen. Dhe e treta, në formë se si ta pranon Allahu lutjen është se ta rezervon për ta kompenzuar në ditën e gjykimit. Atëherë kur kemi nevojë më shumti, lutjen që e ke bë, ja shef hajrin në ahiret dhe Allahu të shpëton ndoshta nga xhehenemi dhe të dërgon në xhennet. Për shembull, para 3 viteve, para 5 viteve apo para disa muajve na secili prej neve jemi lut Allahut për diçka tjetër. Sot lutjet tona kanë ndryshuar. Dhe sot kemi aspirata dhe dëshira tjera. Prandaj ne themi gjithnjë se Allahu na i pranon lutjet, mirë po kur na jep gjonat, na jep në formën sikurse që di ai, sepse ai e di se çka është më e mira për neve. Duat do të pranohen përderisa njeriu nuk nxiton dhe thot unë u luta, por duaja nuk më pranon. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i than si mundet që duaja njeriu të ngutet në dua, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kur thot unë u luta, por nuk më pranon. Kjo do të thot sikur që të thot njeriu badihava, unë po lutem gjithnjë, mirë po Allahu nuk po reagon. E kjo nuk është e vërtet, pasi që ne i potencojmë format se si duhet të realizohet duaja. Mirë po ka edhe kushte për pranimin e duas. E kushti kryesor, këto duhet me mbajtë mend secili prej neve, kushti kryesor për me na u pranu duat, lutjet dhe kërkesat, është ta kemi furnizimin halal. Ushqimin halal, veshmbathjen halal, gjithë fitimin, qarkullimin që kemi në jetë, ta kemi të fituar në mënyrë halal dhe ta kemi të fituar me nder. Kjo është kushti i parë dhe kushti kryesor për me na u pranu dua. Nëse doni edhe një diçka shtesë, u a tregoj edhe këta sot, nëse doni shtimin e të mirave. Nëse doni shtimin e të mirave dhe pa ju lut fort Allahut, atëherë thoni sa më shpesh fjalën elhamdulillah. Të Allahut i takon falënderimin. Nëse e thot këtë fjalë, Allahu thot në Kur'an, "Wala in shakartum la azidannakum." Nëse jeni falëndërues, do t'u ashtojmë të mirat. Allahu na ka dhënë shumë dhe duhet fillimisht ta falenderojmë shumë ta falenderojmë për dhuntit që na ka dhënë, pasi që janë të panumërta. Siç ka thënë në Kur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse mundoheni me numëru begatitë e Allahut, nuk do të mund të arrini të numëroni, pasi që kemi shumë begati në vetët tona, në familjet tona, në rrethin ton, gjithë jetën ton, dhe më e madhe begatia është se Allahu na ka udhëzuar me Islam. Kjo është begatia më e madhe dhe për këtë duhet të jemi falëndërues, pasi që Allahu me këtë begati neve nesër do të na çojë në xhennet, atje jemi të përhershëm. Ta lutim Allahun për mirësi, falje, udhëzim të drejtë dhe luteni për fitim të xhennetit. Xhenneti është me rëndësi, Allahu ju shpërbleft për vëmendjen wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.